Mirëmëngjes dhe mirë se vini në Breaking, edhe sot si çdo ditë do të jemi për 3 orë rresht bashkë për të përcjellë të gjitha lajmet dhe zhvillimet e ditës nga venti, rajoni dhe bota. Një ngjarje e rëndë ka tronditur kryeqytetin ditën e djeshme, një atentat ndaj Gilmando Danit në një nga zonat më të populluara në rrethin e Rinasit, pa diskutim që ka sjell kaos dhe reagime të jashtëzakonshme. Unë kam kënaqësinë të kem në studio në këtë momente zotin Emri Vata, ish drejtues policie. Përshëndetje zoti Vata. Do të diskutojmë rreth kësaj ngjarjeje të rëndë vetëm pas pak, pasi të dëgjojmë edhe raportimin e koleges Alketa Shaba. Alketa, mirëmëngjes. Do doja të dija detaje rreth ngjarjes së djeshme, po. Atëherë, në fakt pa kaluar as 20 orë nga ngjarja e rëndë e cila u shënua ditën e djeshme në rrethullimin e Rinasit, në fakt autorët janë ende pa gjurmë, policia nuk ka rënë ende në gjurmët e tyre dhe as nuk ka bërë ende lokalizimin e autorëve, pavarësisht administrimit të pamjeve të shumta filmike, të cilat janë marrë nga pikat e karburantit, nga bizneset të rreth rrotullt, por edhe nga kamerat e sigurisë dhe pamjet filmike që janë parë që i përkasin aeroportit të Rinasit. Duhet të thënë që grupi hetimor e ka shumë të qartë në fakt se si ka ndodhur e gjithë ngjarja, çfarë lëvizjesh kanë kryer autorët deri në ekzekutimin e Gilmando Danit dhe në plagosjen e shokut të tij Muçi Shaliani alias Sheqeri, i cili që për ditës së djeshme ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore dhe nuk ka asnjë përmirësim, është i intubim në reanimacion dhe po mbahet në monitorimin e vazhdueshëm të mjekëve, duke qenë se ka plag në kokë për shkak të një plumbi që ka marrë nga breshëria e plumbave ditën e djeshme. Në fakt, nga burimet që kemi pranë grupit hetimor, bëhet fjalë për 4 autorë, të cilët kanë qenë me automjetin tip Toyota në ngjyrë gri me targa greke, automjet i cili është përdorur në këtë ngjarje dhe ku kanë qenë 4 persona, njëri në cilësinë e drejtuesit të automjetit, ndërkohë që 3 persona të tjerë kanë qelluar me armë Kalashnikov, 3 armë në zjarre në fakt që u gjendën të djegura bashkë me automjetin në fshatin Halil më vonë pas ngjarjes. Grupi hetimor dyshon se kanë qenë 4 persona në këtë automjet dhe që kanë përdorur 4 armë zjarri në këtë ngjarje, 3 armë Kalashnikov dhe një armë tjetër e llojit pistolet, e cila dyshohet po ashtu se është përdorur qoftë nga drejtuesi i mjetit apo qoftë nga persona të tjerë të cilat kanë qenë në automjet. Fillimisht për të shpjeguar të gjithë dinamikën e ngjarjes, kanë qenë autorët ata të cilat kanë qelluar fillimisht në lëvizje në drejtim të automjetit tip Mercedes-Benz, në të cilën ndodhej pasagjer Gilmando Dani, si edhe shofer miku i tij Muçi Shaliani, që ishte agent edhe pranë agjencisë mbikëqyrjes policore, dhe menjëherë pas kësaj, pasi është shëlluar me breshëri plumbash ndaj këtij automjeti Mercedes-Benz, makina ka për inerci ka ndaluar përpara rrethullimit të Rinasit, ku më pas 3 prej autorëve të cilat kanë qelluar me armë të gjata Kalashnikov kanë zbritur nga automjeti për të qelluar edhe një herë, dhe një prej tyre është afruar edhe drejt automjetit Mercedes-Benz, ka hapur derën e përpara me të pasagjerit ku ndodhej i ulur Gilmando Dani, i cili dyshohet dhe që ka qenë shënjes të këtij atentati të mirë organizuar dhe me një armë zjarri ka qelluar po ashtu disa herë në drejtim të tij për të siguruar që ky fundit të humbiste jetën. Në fakt bëhet fjalë për një grup të mirë organizuar dhe për një atentat të mirë menduar, për një plan i cili në fakt dyshohet se ka qenë i përgatitur dhe i organizuar prej kohësh nga ana e këtij grupi. Në fakt, përveç 4 personave që dyshohen nga ana grupit hetimor që kanë qenë në automjetin tip Toyota gri, në fakt edhe dyshohet se kanë qenë persona të tjerë të përfshirë në këtë grup apo të implikuar në këtë ngjarje të rëndë, njëri prej të cilëve ka marrë autorët në fshatin Halil me njëherë pasi është djegur automjeti së bashku me 4 armë të zjarrit brenda që kanë qenë thuajse të shkëmbuara dhe pavarësisht se janë dërguar pranë policisë shkencore, mbetet për të parë në rast do të kemi ndonjë provë apo ndonjë diçka që mund të shërbejë grupit hetimor dhe që mund të gjendet nga armët, por nga ana tjetër do të mbetet për të parë në rast se ka patur po ashtu informator apo edhe persona që kanë siguruar 4 armët e zjarrit për këtë grup, qoftë edhe në rast se ka patur apo jo persona të tjerë që kanë siguruar edhe mjetin me të cilën mjetin tip Toyota ngjyrë gri me targa greke me të cilën lëviznin autorët për të kryer këtë ngjarje. Sa i përket 2 personave që njëri prej cilëve mbeti viktimë dhe tjetri i plagosur, ata në fakt prej 4 ditësh ndodheshin në Barcelonë, ku vetëm ditën e djeshme me zicën e djeshme rreth orës 14 zbritën në aeroportin e Rinasit, dhe me njëherë pasi kanë dalë nga aeroporti Rinasit dhe kanë marrë makinën në parkingun e aeroportit, ata janë pritur nga atentatorët pikërisht në rrethullimin e Rinasit. Dyshohet se ka qenë një person i cili ka informuar këto fundit për
një nga zonat më të populluara Fjori, pasi siç dihet ka mjaft mbi popullim, duke qenë se po flasim për aeroportin ndërkombëtar të Rinasit ku ka lëvizje të shumta përgjatë gjithë ditës 24 orë, qoftë pasagjerë që hipin apo zbresin nga avioni apo edhe persona të tjerë që janë të bizneseve rreth e rrotët. Por nga ana tjetër, ajo çfarë duhet të thënë është një zonë dhe një pikë në fakt që monitorohet gjithnjë nga punonjës të policisë. Në fakt ditën e djeshme në momentin që ka ndodhur ngjarja nuk ka patur shërbim të policisë rrugore në këtë rrethotullim, ashtu siç në fakt ndodh në shumë raste apo në shumicën e rasteve ku këta bëjnë të mundur kontrollimin e të gjithë trafikut. Por siç po thoja, grupi hetimor dyshon se ka qenë një person i cili ka parë dalje nga aeroporti të Glidman Odanit së bashku me shokun e tij Muçi Shaliani, dhe ka informuar pjesën tjetër. Ky fundit të ketë informuar grupin e atentatorëve që kanë pritur pikërisht në rrethotullimin e Rinasit për të bërë të mundur ekzekutimin e këtyre personave. Dyshohet nga ana tjetër se mund të jenë vrasës me pagesë, pra mund të jetë një ngjarje e porositur, duke qenë se Glidman Odani është një person me precedent të mëparshëm penal, një person me disa rekorde kriminale, i arrestuar dhe i dënuar më parë dhe për gjobvënie me 12 vite burg, dhe në fakt në vitin 2024 edhe ishte liruar nga qelia, dhe nga ana tjetër njihet po ashtu edhe si person që i përkiste dhe i përket grupit të Emiliano Shullazit, një person që po gjykohet në gjykatën e posaçme antikorrupsion sa i përket një ngjarje të shënuar në vitin 2005 për vrasjen e Vajdin Lamez, duke qenë se kemi të bëjmë me një person të njohur gjërësisht për policinë e shtetit që për vitin 2006 e më tej, pra për përfshirjen e tij në disa qoftë për gjobvënie apo qoftë për vepra të tjera penale që kanë rënduar ndaj këtij të fundit, apo edhe për implikimin e tij dhe të Emiliano Shullazit në disa ngjarje të tjera. Ka qenë një person siç thash i njohur për policinë në rast se ka qenë shënjes në mënyrë direkte Glidman Odani, apo në rast se ka qenë kjo një lloj, po themi, një lloj sinjali që mund të autorët kanë dashur t'i japin shokut të tij Emiliano Shullazi. Kjo mbetet tashmë për të parë nga grupi hetimor. Ajo çfarë dihet është që policia e shtetit ashtu edhe si prokuroria e di tashmë se cilat janë rivalët e Emiliano Shullazit apo ndoshta të Glidman Odanit, kush kanë qenë konfliktet që ky fundit ka pasur me persona të tjerë, po ashtu ka të gjithë skedën e tij përpara se për çfarë ka qenë ai i akuzuar më herët apo edhe i implikuar për po themi sa i përket pikërisht kësaj ngjarje, ndërkohë që sa i përket shokut të tij Muçi Shaliani, unë e thash edhe në krye të herës që është një agent i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, një organ ky që kontrollon dhe vetë policinë e shtetit, dhe nuk është hera e parë që kemi patur persona që i përkasin grupeve kriminale apo edhe eksponentë të krimit që shkëllohen me mes tij dhe Gilmando Danit, tashmë të ndjer kanë qenë miq? Atëherë këtë po thoja Fjori, nuk është hera e parë në fakt që shikojmë personazhe të tilla apo individ të tillë që i përkasin botës së krimit apo eksponentë të krimit që shoqërohen, qoftë punonjës policie apo qoftë edhe me punonjës që janë të Agjencisë Mbikëqyrjes Policore. Në fakt mbetet e paqartë dhe në rast se këta të dy ishin miq apo në rast se i lidhte diçka tjetër, por AMP-ja e cila pretendohet që të jetë organi i cili në fakt kontrollon dhe vetë policinë në mënyrë që këta të fundit të mos përfshihen në ngjarje kriminale, të mos kryen palishmëri, të mos kryen asnjë lloj shkelje dhe të mos i përkasin asnjë lloj grupi kriminal, po themi, apo mos të kenë lidhje mas kënd që është eksponent apo pjesë botës së krimit. Në fakt kemi parë raste të shumta, jo vetëm në këtë atentat që u shënua ditën e djeshme në aeroportin e Rinasit, por edhe në shumë raste të tjera kur personazh të botës së krimit, me cilëve kemi pasur edhe rastin e Ervis Martinaj që ishte në shoqëri në një oficeri të operacionales që ishte po ashtu që shoqëronte një nga personat më të rrezikshëm me mjaft rrezikshmëri shoqërore për vendin, pra kemi pasur mjaft herë. Pra kanë arritur të deportojnë edhe në strukturat e policisë së shtetit për të patur informacion dhe pa diskutim për të marrë edhe benefite. Shumë e vërtet. Ndërkohë, shumë e vërtet Fjori, madje ne në dosje të shumta, edhe në dosje të shumta në fakt hetimore që i përkasin grupeve të mëdha kriminale, kemi patur gjithmonë edhe në bisedat që janë transkriptuar nga aplikacioni Sky SCC, kemi parë gjithmonë komunikime që janë bërë nga individ të krimit me punonjës, me shefa komisariatesh apo edhe me drejtues zyrtar më të lartë të policisë së shtetit që kanë patur ndihmën e këtyre të fundit dhe mbështetjen e këtyre të fundit, qoftë për të fshirë nga policia apo qoftë bashkëpunim konkret për të shmangur arrestimeve apo edhe operacioneve policore që janë organizuar për kapjen e personave që ndodheshin në kërkim kombëtar. Unë të falenderoj për këtë lidhje të parë, do të kemi edhe lidhje të tjera për gjatë transmetimit të sotëm, të falenderoj. Do t'i rikthehem bisedës me zotin Emri Vata, ish drejtues policie, më lejo që të ftoj në bisedë edhe avokatin e njohur Kujtim Cakrani. Mirëmëngjes, avokat, kënaqësi. Mirëmëngjes, kënaqësia ime gjithmonë. Zoti Vata, një agent i AMP-s
që shoqëronte një person me precedent penal dhe që normalisht njihet gjerësisht jo vetëm nga strukturat e policisë së shtetit, por edhe nga opinioni publik. Paraprakisht në ndjenja njerëzore dhe për njerëzillik, për në shenjë humane, më lejoni t'ju shpreh ngushëllime familjes për humbjen e të ndjerit, njëkohësisht edhe shërim të shpejt të punonësit të agjencisë ligjzbatuese, shërim të shpejt kthyer në detyrë dhe zbardhjen sadopak të kësaj ngjarje, të hedhjen dritë për zbardhjen e kësaj ngjarje sadopak të informacioneve që mund të ndodhin. Ashtu si që diskutuat edhe ju, si që diskutuat edhe më përpara, AMP-ja është një organizat në varësi të Ministrisë së Brendshme, ku mbikëqyr punën e strukturave policore. Dhe deportimi i krimit deri në këtë mas, ku të rekrutoj, akoma nuk dihet arsye pse pse ndodhet ky person aty në atë automjet, por në çdo lloj rrethane që tjetë nuk duhet të ndodhte. Nëse do kishte lidhje gjaksore apo shoqërore, ky person nuk duhet të pranohej Në AMP. Në strukturat në organet ligjzbatuese. Do me thënë, këtu ka rënë filtri... Fes për AMP-n për rëndësinë që ka kjo strukturë. Këtu ka rënë filtri i rekrutimit të personave, të agentëve, të personelit të AMP-s, policisë apo kujt do tjetër. Fillimisht. Së dyti, nëse ky nuk është lidhje gjaksore, nuk është lidhje miqësore, nuk është lidhje shoqërore e të ndjerit, atëherë është punonjës policie i cili është rekrutuar, cilat janë arsyet. Në këndvështrimin tim, duke parë që nuk është rasti i parë, këta rekrutohen nga grupet kriminale për një arsye shumë thjesht, për të marrë informacion dhe për të qenë sigurt në lëvizje, për të mos i ndaluar policia. Ndërsa punonjësit e shtetit që rekrutohen, shkojnë për një arsye shumë thjesht, shkojnë për të ndihmuar rrogën. Patjetër. Shkojnë për të ndihmuar rrogën, për të marrë ato lekë dhe për të dërguar të familja. Do të thonë, jemi në një situatë kaq dramatike dhe kaq të dhimbshme në të gjitha këndvështrimet që mund ta shikosh. Qoftë nga rekrutimi, qoftë edhe nga statusi i punonjësit që mban, por qoftë edhe arsyet për cilat ndodhet aty. E para. E dyta. E më pas kur hyn në këtë rreth është edhe vështirë për të dalë, apo jo? E dyta. Këtë situatë, këtë gjendje, këtë ngjarje, ne duhet në këndvështrimin tim, unë duhet ta diskutoj në dy këndvështrime. E para që është profesionale që ma lejon edhe vetë profesionin që kam se nuk rrit dot pa folur profesionalisht për këtë ngjarje, dhe e dyta është edhe politike, patjetër. E para, profesionalisht, ajo që më bën mua shumë përshtypje, është ora në cilën ka ndodhur kjo ngjarje. Është piku i lëvizjes, është vendi ku ka ndodhur kjo ngjarje, që është afër një institucioni të rëndësisë veçantë. Por ajo çfarë është më rëndësishme, nuk është më shumë se 100 metra në vijë erore me komisariatin e policisë. Po, e vërtet është kjo. Tjetra, qellohet dhe shpëtojnë për mrekulli, shpëtojnë qytetarë. Për fat. Arsyeja katër që duhet diskutohet personalisht është nën shoqërinë e një punonjësi të shtetit. Dhe e fundit që mund ta themi me bindje, që sot kartelet e drogës, grupet kriminale, grupet e strukturuara kriminale, janë në gjendjen më të rëndë të tyre për personel, derisa arrin, e them me ironi këtë, rekrutojnë, janë keq shumë për personel dhe arrin të rekrutojnë edhe punonjësit e shtetit, organet ligjzbatuese. Në këtë këndvështrim, ngjarja në orën ku ka ndodhur, është ora e cila është piku i lëvizjes. Vendi është shumë... Është një mesazh ky? Patjetër që janë mesazhe të koduar. Ndërsa, po ta diskutojmë politikisht... Do flasim edhe politikisht, po do ta zbërthejmë një herë se cilat janë mesazhet, se me çfarë mund shoqërohet kjo ngjarje, mund të ketë hakmarrja, do të kemi një seri ekzekutimesh të tjera pas kësaj, sepse ndoshta grupi që është dëmtuar mund të reagojë. Të gjitha këto do të diskutojmë pasi të dëgjoj pak opinionin e zotit Cakrani. Zoti Cakrani, ju keni qenë mjaft aktiv, jeni shprehur shpesh në lidhje me këto ngjarje të rënda, është pak a shumë e njëjta skem që funksionon, ndonse në këtë rast është edhe më e rëndë sepse bëhet në një nga zonat më të populluara, por që është edhe një pikë kyçe për të gjithë ata që udhtojnë që duan të dalin dhe të hyjnë në territorin shqiptar. Ekzekutohet, më pas digjet automjeti bashkë me armën, humbasin të gjitha gjurmët dhe këtu mbyllet
filmi, le të themi, në thonjza? Jo, është tipike vrasje mafioze. Kush e nje dhe ka lexuar historinë e mafjes, të Cosa Nostrës, në vitet 80 në Palermo, është e njëjta histori. Pra, ku grupe kriminale rivale godasin për të eliminuar kundërshtarët e tyre sipas mundësive ku i gjej, ku i nuhasin, ku janë, dhe pa dyshim pastaj bashkëpunimi me organet ligjit zbatuese të rrethit, konkret me policinë e shtetit. Pra, është e njëjta. Kush e ka lexuar thash historinë e mafjes, Cosa Nostrës, e kupton që Shqipëria sot gjendet në vitet e Palermo e viteve 80. Ka asnjë ndryshim, Fiori. Ne do ta zbukurojmë, ta bëjmë me shumë keqardhje sepse jetojmë këtu jemi qytetarë të këtij vendi, e padyshim e duam rendin, e duam qetësinë kështu me radhë, por është e njëjta histori. Grupet mafioze dhe atëherë dhe këtu godasin atje ku munden ku e nuhasin gjaun e tyre që është kundërshtari tyre. Dhe duhet të kuptojmë diçka. Indieri po vinte po kthej nga Barcelona. Dhe keni parasysh që Barcelonë në Spanjë sot jetojnë dhe punojnë, kanë aktivitetin e tyre të gjithë grupet e fuqishme kriminale të trafikut të kokainës, të narkotikës, lloj kokain apo të kanabis tjetër që është kanabis që marrin nga Maroku, dhe aty bëhet e gjithë, mund të themi gjithë biznesi kësaj. Tani, ju duhet të shikojmë në këtë këndvështrim, vjen me avion, zbret aty, pra informacioni ka ardhur që nga Barcelona. Kur është nisur? Kur është po pa tjetër është njësur, është ruajtur atje, kur ka hipur dhe orari, është njësur dhe është njoftuar në Shqipëri që avion mbrit Milanon. Dhe ka hipur, pra ai ka qenë në survejim nga kundërshtarët e tij që në Spanjë nuk ka patur mundësi ta eliminojnë atje, dhe ja kanë ofruar këtë mundësi tyre këtu. Pra, informacioni ka qenë i saktë. Unë nuk di të them tani përse punoj si policisë i një strukture hetimore brenda policisë së shtetit. Ajo është një strukturë që zotria në studio e di shumë mirë, që heton policët që janë të lidhur me trafiqe apo me njerëz të botës krimit. Dhe kështu që duhet ta shikojmë në këtë këndvështrim. Mafia, e bëra këtë analizë për të thënë që mafia është shumë e sofistikuar. Pra, po ju kujtohet kur u vra Falconia. Pa problem, e vjoj, mafia artikuloj zoti Cakra një herë pas here. Kemi vërtet mafian në Shqipëri? Apo janë struktura kriminale që veprojnë me aq efikasitet dhe janë aq të sofistikuara sa duket sikur... Si do që të vendosësh emrin, mafia apo strukturë kriminale, mafia apo grup kriminal i strukturë i organizuar, apo edhe kartel droge, vetit i kanë të njëjta, mënyrat i kanë të njëjta, çdo gjë e kanë të njëjta, ekzekutimin e kanë të njëjtë dhe ushtrimin e pushtetit kriminal mbi strukturat tjera, ata e kanë të njëjtë. Domethënë, është e dhimbshme që sot në 2025 të flitet në të njëjtën mënyrë siç është folur atëherë, siç folë edhe me të drejtë, me shumë të drejtë folë edhe avokati. Është e njëjta. Palermo në viteve 80. Është e njëjta histori, është e njëjta ngjarje, janë të njëjtat ngjarje, po përsëriten, por ripërsëriten dhe nuk po bëhet asgjë. Kjo është shumë e dhimbshme. Avokat, për ta vijuar opinionin tuaj, se pati një shkëputje, po. Strukturat e grupeve kriminale në Shqipëri kanë ardhur si model i struktura e grupeve kriminale në Itali, qoftë Cosa Nostrës, qoftë Ndrangës. Dhe është e njëjta mënyrë që si operojnë, pra kanë implementuar të njëjtën qasje. Fati joni keq që kishim Italinë në afër, se mund kishim vende tjera Gjermani që se ka krimin organizuar si Italia. Por, o ta shikoj, edhe mënyra organizimit të grupeve kriminale është mënyrë organizimi në tipit mafiosi në Itali. Pra janë familje të tëra, ose janë njerëz të një lagje, shok të një shkolle të një që janë rritur. Që bëhen bashkë, po.
dhe ka formuar grupi kriminal, ose janë familje të tëra që vijnë linje gjaku, siç është ndragheta në Itali. Pra, kjo është e ka studiuar edhe krimi shqiptar, fatkeqësisht tuaj që është Grateni, prokurori antimafjes dhe prokurorët tanë flëngjum nuk e kuptojnë dot strukturën e krimit të organizuar dhe nuk duan ta studiojnë krimin e organizuar në Shqipëri. Pra, familjet, shiko, ju kujtohet Kur thoni prokurorët tanë flëngjum, çfarë keni parasysh? Çfarë duhet të bëjnë konkretisht? Sepse ne kemi të them diçka. Në kujtesën vitit 2017 ambasadori amerikan Donald Lutz ka thënë në një takim përpara zyrtarëve shqiptar, tekstualisht, i keni aty ju edhe kronika. Ka thënë, në Shqipëri janë 5 klane mafioze dhe 20 grupe kriminale. Kjo e ka thënë ambasadori Donald Lutz. Dhe kjo ishte një këmpan alarmi që askush nuk e dëgjoi atëherë. Askush nuk e dëgjoi. Dhe nëse do t'i bëjmë sot një analizë krimi të organizuar, është pikërisht ajo struktura që ka thënë ambasadori. Kështu që unë për ta vijuar të krimi organizuar, Shqipëria është në këto kushte sot. Dhe kjo ngjarje djeshme që ka ndodhur do prodhoi ngjarje të tjera në ditët në vijim, në muaj e kështu me radhë. Dhe unë këtu dua të ndalem pak me ish drejtuesin e policisë zotin Vata. Do të prodhojë ngjarje të tjera? Pra, duhet të jetë në alert tashmë struktura e policisë së shtetit? Ashtu sikur se e tha avokati, në Shqipëri ekzistojnë, nuk u hiqet asnjë presje fjalët e ambasadorit, ekzistojnë klane mafioze dhe këto klane mafioze që ekzistojnë, që operojnë në Shqipëri, operojnë gjitha me lidhje gjaksore. Si në veri, si në Shqipërinë e mesme, ashtu edhe në Shqipërinë e jugut. Të gjitha këta kanë lidhje gjaksore, këto klane kanë lidhje gjaksore, kryesorën kanë lidhje gjaksore me klanet, që do të thotë shitja e tyre, hyrja e tyre, përqarja e tyre është tepër e vështirë. Ndërsa grupet mafioze, pastaj grupet kriminale, janë grupe kriminale për një arsye të caktuar, për një krim të caktuar, të cilët ushtrojnë një aktivitet për përfitime. Ndërsa klanet janë më të rrezikshme. Janë të rrezikshme për të qarë, janë të rrezikshme sepse nuk i... Pra janë fise, janë familje të mëdha. Kanë lidhje gjaksore që nuk e lëshojnë njëri tjetrin, Kjo është shumë e dhimbshme. Saga këtyre vrasjeve për këtë grup kriminal që po flitet, apo për kundërshtarët e tyre, sepse sot ne mund të flasim për grupet kriminale rivale të këtij grupi. Por, ne nuk e dim fiks se kush e ka vrarë. Dhe për këtë ne aludojmë. Këtë besoj që... Prokuroria duhet fokusohet në disa pista për të parë të gjitha konfliktet që ka patur i ndjerë. Jam besim plot që organi zbatuese dhe prokuroria do hetoj. A do mundet që ta zbuloj? Është problem tjetër. Por ne flasim mbi ato të dhëna që kemi në media, mbi ato të dhëna dhe mbi të shkuarën e këtyre. Do të thonë saga e vrasjeve brenda këtij klani, që mund ta quajmë klan, nuk është grupi i strukturës kriminal, brenda këtij klani ka qenë saga, ka qenë e gjatë dhe jam i bindur që do vazhdoj, patjetër që do vazhdoj. Hakmarrja do vazhdoj, gjithë lufta bëhet për pushtet. Gjithë lufta e këtyre klaneve bëhet për pushtet në Shqipëri. Si çdo vend botës bëhet për pushtet. Për pushtet edhe për para. Do me thonë, që të marri pushtet sa më shumë, du të rekrutoj sa më shumë punojës të organizë zbatuese. Për të fituar lek sa më shumë, du të eliminoj grupet rivale ose klanet rivale. Për të patur siguri dhe garanci, du të marrë garanci tek politika. Për të ndalur të politika? Sa i përket politikës? Për të ndalur pikërisht tek politika me që e artikuloj që në kryet herës. Sa i përket diskutimit dhe kësaj ngjarje politikisht, unë kam disa hije dyshimit të mia në këndvështrimin tim, sepse ky klan mafios, apo ky grup kriminal, ku dyshohet që ka qenë pjesë edhe i ndjeri, në një të shkuar jo shumë të largët, vitet 2013-2015, ka qenë një ndër klanet ose grupet kriminale më të afërta të qeverisë që është sot në pushtet. Që do thotë, sot ajo është lëshuar dhe është zëvendësuar me klan tjetër. Është zëvendësuar me klanet të tjera. Pushteti ka lëshuar klanin i cili e solli në pushtet dhe ka afruar klanet të tjera. Nuk mundet në asnjë lloj rrethane që të ndodhe një ngjarje në atë orar, në atë vend, me aq rrezikshmëri, pa patur garancinë e politikës, asnjë grup kriminal nuk e merr përsipër për të bërë një ekzekutim të tillë. Sepse politika i ofron një garanci minimalisht për të mos u hetuar, që mos të ndërhyjë, që mos si, minimalisht për mos u kapur dhe minimalisht për të mos u hetuar.
Këtë garanci kërkojnë klanet mafioze për të ushtruar aktivitetin e tyre. Në atë orë, në atë vend, dhe duke qelluar dhe duke rrezikuar jetën e qytetarëve, këto asnjë grup kriminal nuk i bën nëse nuk merr një garanci diku. Domethënë garancinë e kanë tek politika. Dhe kjo është strumbullari. Ky është pak më parë që ky grup mund të jetë lëshuar, pra është zëvendësuar me një grup që mund të jetë më i fuqishëm. Është e dhimbshme. Qoftë nga ana ekonomike, qoftë siç thatë pak më parë vuan për personel, do të thënë është patjetër që është e dhimbshme nëse politika arrin që të ndryshojë strukturat kriminale, të lëshojë një dhe të marrë një tjetër, do të thotë këtu është fundi i këtij shteti, këtu është fundi i këtij vendi, këtu është fundi i këtij kombi, është shfarosje. Është shfarosje e kombit. Është pasiguri për qytetarët, është pasiguri për të ardhmen, është pasiguri për brezat që vinë. Çfarë shembull do marrin fëmijët që janë në shkollë? Nga dita e dieshme kur ndodhur kjo ngjarje, duke dalur detaje një mbas një, detaje tronditse, një mbas një. Një adoleshent që është në shkollë mesme, çfarë shembull do marrë? Çfarë shembull do marrë? Profesionalisht, të gjitha organizatat. Ka një ndërhyrje nga avokati, po avokat. Kjo lloj jete që bëjnë, që ofrojnë jetën e luksit që ofrojnë grupet të ndryshme kriminale, janë modeli për të rinj, edhe për të rejat, po deshët ju. Sepse ata joshin që të vegjël, që në moshën 15 vjeç, që adoleshent, joshin me celular, me rrobat shtrenjta, me atë me aksesorë të ndryshëm, që nesër me atë jetën e Instagramit që shikojnë ne kështu me radhë, dhe nesër ata janë subjekte të krimit organizuar. Pra, joshja për t'i bërë pjesë të grupeve, është ajo që tha zotëria pak më parë, që ka nevojë edhe për fuqi punëtore në thonjza, mund ta themi, dhe çfarë bëjnë, i rekrutojnë që në shkollë të mesme. Aty fillon rekrutimi, sepse të josh ajo jeta e qetit, ajo jeta e bukur, ajo jeta që fiton pa punuar e kështu me radhë. Dhe kështu që kjo është i këmban alarmi për të rinj, është i këmban alarmi sepse ne sot shikojmë të rinj që nuk punojnë. Shikojmë të rinj që nuk duan të punojnë as për 500.000, as për 300.000 apo 600.000 lekë. Dhe kjo është ajo për cilën ne duhet flasim, Fjori. Sepse ne flasim, diskutojmë një ditë, dy ditë, sepse del një ngjarje tjetër dhe mbulon ngjarjen. Por problemi i krimit të organizuar në Shqipëri, jo në Shqipëri, po është në të gjithë Europën, është problem. Po në vendet që ku politika dhe krimi janë bashkë, bëhet akoma më problem. Sepse ne kemi eksperiencën e Italisë së Jugut. Italia e Jugut, dhe në vitet 90, sa u çoi dhe ushtrinë, u detyrua që Roma, qeveria e Romës të çonte ushtrinë në Palermo, sepse politika ishte bërë njësh. Dhe nuk e çante dot më, nuk kuptohesh kush ishte politikani, polisi apo banditi. Dhe në këtë gjendje jemi ne sot. Duhet të themi sa të vërteta, pavarësisht se mund të nëndojmë dikë zyrtar, mund të nëndojmë dikë forcë politike, kështu me radhë, por sa të vërteta duhet thënë sepse na bëjnë mirë të gjithëve për të gjetur dhe për ta shëruar këtë realitet. Kjo është ajo që duhet të them. Një pyetje të fundit. Si arrin të rekrutohen agentët në AMP? Pra si funksionon ky proces? Sepse është shumë e rëndësishme edhe kjo. Besoj që paraprakisht ata do të jenë të njëjtat, do të jenë të përafërta kriteret që janë njësoj me punonjësit e policisë. Ajo çfarë doja të thoja që është më shumë e rëndësishme është sepse organi zbatues duke futur policinë, por edhe shërbimet e tjera, se nuk është vetëm policia që prodhon siguri në këtë vend, në një shtet, organi zbatuese kanë për detyrë që ta prodhojnë sigurinë. Siguria nuk është... Të monitorohen këta persona që janë me precedent? Ka një strukturë të posaçme në policinë e shtetit që i monitoron këta persona pra që janë të skeduar? Patjetër që ka. Kur e nis fjalimin tim që policia është për të prodhuar siguri, prodhimi i sigurisë nuk është për të prodhuar një objekt. Prodhon siguri për qytetarët e saj. Dhe që të prodhosh siguri janë dy elementë shumë të thjeshtë. Të parandalosh krimet. Si parandalohen krimet? Si parandalohen ngjarjet e rënda si kjo? Por edhe të ngjashme me këtë. Parandalohen duke mbajtur në survejim dhe duke mbajtur në të kontrolluar të gjitha personat të cilët kanë tendencë për të kryer një krim të tillë. Nga ana tjetër, mbajnë në survejim dhe kontrollohen ose mbajnë të kontrolluar të gjithë personat të cilët janë shënjestur për t'u dëmtuar. Në rastin konkret, zotëria në fjalë, nuk është hera e parë që është bërë
që është bërë Atentat, po. Ka patur edhe raste të tjera. Dhe rrezikshmëria e tij dihet. Dhe rrezikshmëria e tij organi zbatuese e din shumë mirë dhe kishin për detyrë jo thjesht mbrojtjen e jetës së këtij personi, jo. Për të prodhuar siguri që ata plumba qorr mos të vrasin qytetarët, ajo ngjarje mos ndodhe atje, mos përhat panik, por edhe të kapin autorët dhe të vendosin para organit të drejtësisë, ta mbanin në kontroll edhe këtë person lëvizjet e tyre, të mbanin në kontroll edhe grupet e rivalit që janë shënjestë për të qelluar këtë person. Po kjo është më e dhimbshme kur policia gjendet në shoqërinë e tij, ose organi zbatues gjendet në shoqërinë e tij. Domethënë rekrutimi i këtyre organeve, si të AMP-ja apo edhe të punonjësve të policisë, janë paraprakisht janë të njëjta, siç e thash edhe në fillim, nëse është lidhje gjakësore e një personi me president kriminal, ai person nuk duhet të jetë pjesë e radhëve të policisë apo pjesë e radhëve të organit zbatuese, qoftë SHIK-u, qoftë SHKB-s, qoftë TAMP-s, qoftë kujdo tjetër. Nuk duhet të pranohet. Nëse duhet bërë një skaner. Patjetër, po është një vërtetim besueshmërie që jepet nga punonjësit e policisë për çdo person i cili është kandidat për të rekrutuar. Qartë. Dhe ky vërtetim besueshmërie shpalos gjithçka. Aty marrin indicën që personat të cilët kanë drejt të filtrojnë që ti skualifikon personat. E dyta, për ta mbyllur se jemi në limite. Ta persona, nëse nuk kanë lidhje gjakësore apo nuk janë të rekrutuar më përpara, nuk kanë lidhje gjakësore me personat me president kriminal, nëse vërehet kur të fillojnë punën, patjetër që ata duhet përjashtohen. Vetëm 3 muaj kishte, kështu që do të shohim se çfarë do të ndodhë dhe ku do të fokusohet edhe prokuroria me hetimet. Patjetër që janë besim plot që prokuroria, patjetër që edhe punonjësit e policisë, jo e gjithë policia është e tillë, jo e gjithë punonjësit e policisë shkojnë dhe janë në shërbim të krimit. Shumica e punonjësve të policisë janë çdo ditë në luftë me krimin, shumica e punonjësve të policisë janë çdo ditë në presion dhe në shantazh të atyre kriminalëve të cilët kanë lidhje me politikën, por janë besim plot sepse këta janë policët. Kjo trup policore ka qenë edhe para 2005-s, kjo trup policore ka qenë 2005-2009, ku ka patur suksesin historik të policisë shtetit, dhe kjo trup policore është edhe sot. Por, siç e thot edhe populli, peshku qelbet nga koka. Nëse nuk është koka e qelbur, edhe trupi do të jetë shumë mirë. Faleminderit shumë, zoti Vata. Faleminderit shumë, avokat, për kohën dhe për gjitha opinionet që ndat me ne. Ditë të mbarë. Faleminderit, ditë të mbarë, kalojmë në publicitet.